Prokuroria Themelore e Koçanit hapi procedurë hetimore kundër 27 personave fizik dhe 3 personave juridik për të cilët ka dyshime të bazuara se si bashkëautor kanë kryer vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme. Ndërkaq me arrestimin e 3 ish kryetarëve të komunës së Koçanit, numri të dyshuarve deri më tani ka arritur në 34 persona fizik dhe 3 persona juridik. Kryeprokurori shtetëror Lupço Kocevski tha se të gjithë të dyshuarit nga periudha prej vitit 2012 deri më 16 mars 2025 nuk kanë vepruar as pak në përputhje me dispozitat ligjore për masa mbrojtëse dhe me atë kanë shkaktuar rrezik për jetën dhe trupin e njeriut dhe pronës në përmasa të mëdha. Ai tha se zinxhiri i mos respektimit të dispozitave ligjore ka sjellur zjarrin katastrofal. Tre të dyshuar paraqiten pronar apo drejtues. I pari prej tyre është qiramarrësi i objektit ku ndodhet klubi, pronari real, objekti i cili ka qenë destinuar për industri të lehtë, nuk i plotësonte kushtet të jetë kabare, por të dyshuarit kanë marrë licence dhe kanë organizuar shërbime hotelerike. Të gjithë e dinin se klubi nuk i plotëson kushtet për objekt hotelerik. Ka dyshime se i dyshuari i parë nga data 13 shkurt 2024 deri më 13 shkurt 2025 i ka dhënë një zyrtarit të Ministrisë së Ekonomisë një shumë të hollash për të kryer një veprim që nuk i është lejuar ta bëjë, marrjen e licencës. Po ashtu i dyshuar është edhe një ish drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Tregut i cili për 5 vite nuk ka bërë asnjë kontroll të punës së lokalit. 3 ish kryetarët e komunës si dhe 2 ish drejtorë të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim kanë mundsuar që kabareja Puls të vazhdojë me kryerjen e veprimtarisë hotelerike në mënyrë të palegjshme. Sipas prokurorisë, personi përgjegjës në kabare koncertin me grupin muzikor DNK e ka organizuar verbalisht pa kontratë formale dhe më pas edhe se ka nditur se kapacitetet dhe kushtet në objekt nuk janë të mjaftueshme, kanë lejuar të hyjnë 65 personave, prej të cileve më së paku 31 fëmijë. Personat e dyshuar përgjegjës në diskoteka dhe antarët e personelit të sigurimit nuk kanë penguar futjen e lëndëve shpërthyese, shatërvaneve piroteknike në objekt dhe përdorimin për nevojët e performancës së grupit të DNK, edhe pse nuk ka pasur leje të detyrueshme të lëshuar nga organet kompetente për përdorimin e mjeteve piroteknike për atë veprim. As kushtet hapësinore nuk kanë lejuar përdorimin e mjeteve të tilla piroteknike. Për futjen dhe përdorimin e mjeteve piroteknike i dyshuar është edhe një antar i grupit muzikor. Ai sqaroi se ka dyshime se antarët e bendit rreth orës 2:32 si pjesë e performancës dhe efektit skenik kanë aktivizuar materje shpërthyese apo shatërvane piroteknike, të cilat kanë hedhur shkëndija në drejtim të tavanit mbi skenën prej të cilave menjëherë është djegur pjesa e kulmit të objektit dhe zjarri është përhapur në gjithë objektin. Kryeprokurori tha se nëse sigurohen dëshmi do të përfshihen në hetim edhe persona të tjerë deri më tani të pakonfirmuar. Të gjithë të dyshuarit janë të kapshëm. Prokuroria e Koçanit duke marrë parasysh peshën e veprës penale për të cilën ngarkohen dhe të gjitha rrethanat e tjera, kërkon masën e paraburgimit për të gjithë të dyshuarit me parashiksim të 3 personave të cilët janë të shtruar në spital.